Mirdita, jemi në datën 4 gusht 2026. Do ta bëj këtë video për një fenomen shqetësues, siç ka shumë fenomene në Shqipëri. Edhe se nga që jam i ekspozuar për video që gjithmonë trajtoj problemet e drejtësisë. Dhe më shkruajnë shumë burra nga Shqipëria, të cilët vjen në kurs nuk e jam më djoni sepse ra një telefon, vjen kurs për i femrave edhe pra i joshin nga ana seksuale, jo mbushin mendjen që ato të shkojnë, të janë burrat martuar kryesisht. Dhe pasaj nga që janë njerëz të ndrojtur, njerëz të friksuar, si thuhesh, dhe që të paguzimshëm, të urtë në një farë mënyre, natyrisht për gabimin që kanë bërë që kanë trajtuar gruan e tyre dhe kanë shkuar me një vajzë tjetër, por to janë kurthe në vërtet. Edhe ndodhen një vështirësi shumë e madhe. Mbrapa këtyre sigurisht ka kriminal, janë grupe kriminale që bëjnë këtë gjë. Edhe është e tmerrshme kur lexoj ato, më çojnë mesazhe, screenshot, domethënë është e tmerrshme, domethënë si ka mundësi, a ka një polici që të veprojë, ku i diun si ti mbylli. Domethënë janë kriminal që i kërcënojnë, do më japësh 10.000 euro, do më japësh 12.000 euro, domethënë shesin shtëpinë, i kërcënojnë, këta gjenden në një pozitë shumë të vështirë sepse kanë turp që të flasin publikisht ose t'ju thonë familjes tyre për gabimin që kanë bërë me fjalë pse kanë shkuar me një vajzë tjetër. Edhe gjenden në një situatë depresive, të tmerrshme, të vështirë. Edhe për këtë video të shkurtër, dua që nëpërmjet shoqatës si Liria, çdo burr që ka këtë problem të më dërgoj screenshotet e bisedave, edhe do merrem unë dhe të gjejmë një mekanizëm se si këto kriminalët t'ju gjejmë vendin, të mos i lejojmë, sepse po bëhet lëmsh, po bëhet rëmuj, nuk po kuptohet. Të shohim nëpërmjet asociacionit se si mund t'i bllokojmë këta, t'i gjejmë këta njerëz edhe t'i rrasim brenda dhe mos dalin kurrë. Ju them këtyre burrave që bëjnë këto gabime, sepse unë jam nga ata që nuk para kam qef të shkoj, jo kur ishe i martuar, po dhe tani ndoshta edhe mosha, nuk e kam këtë vesin të shkuarit me femra. Por janë gabime natyrisht, por domethënë këtu ka një krim mbrapa, që si të zgjidhet kjo gjë. Më dërgoni sa më shumë mesazhe që keni në këto screenshot e biseda që bëni me këto femra dreqa çfarë janë, që të gjejmë mundësi me shoqatën e Liria të Romës, se si mund të ndërtojmë që t'i kapim këta njerëz. T'i kapim edhe vërtet për këta unë s'kam mëshirë. Ta duhet të rrasen vërtet në burg dhe mos e shohin diellin, sepse po futen në burg njerëz tjerë kot dhe s'po futen kriminalët. Këtu jam dakord kur thonë burg me kuptimin për kriminalët. Këta janë grupe kriminale që shfrytëzojnë dobësinë e njeriu, e bulizojnë, pra shohin njëri që është i urtë, i ndrojtur, që është i turpshëm, dhe këta e masakrojnë. Më shkruani komentet edhe na jepni një mendim dhe më dërgoni në privat nëpërmjet WhatsAppit 340 90 279 me prefiks 0039 është WhatsApp im. Mi dërgoni screenshotet në WhatsApp, ti mbledhim, ti grumbullojmë dhe të shohim se si mund të lëvizim që ta frenojmë të aktivitet kriminal të poshtër, që të qelbur në kuptimin e vërtet. Unë nuk arri do të mendoni të shtypimiz, nuk e bëj dot. Këta janë ta njerëz më ku kemi arritur, që janë të shtaz, të egra. Edhe na flasin, janë këta që bëjnë ato shenjat e gishtat shqiponjë, se ngrejnë flamuj, pasi atë jeni sigurt. Këta i gjedhen protestat në Tiranë, këto plera. Ne mi dërgoni WhatsApp-et, gjejmë në një mundësi me këtë të ndihmojmë këto burra me këtë të turpshëm, që të dalin nga situata vështirë. Ju uroj kalofshi mirë, ditë të mbarë gjithë dhe mirupafshim.